Kemi kthyer bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, kam mbritur në studio kolegu Artan Hoxha, me cilin do të flasim dhe do të analizojmë me detaje gjithë dinamikën e ngjarjes që ka ndodhur sot tek rruga e Rinasit. Përshëndetje Tani, mirë se vjen. Përshëndetje. Po. Jo, në fakt më shumë kam lirë komentetua se pyetja gjithë e pam, ishte një grabitje tjetër spektakolare që bëhet pranë të njëjtit vend ku ka ndodhur më herët ajo grabitja e famshme brenda aeroportit. Tash prap janë dy autoblinda që shkonin në drejtim të aeroportit, po këtë herë skema ka qenë disi ndryshe, përplasja ka qenë shumë frontale, le të themi, dhe mjaft e ashpër. Atëherë unë jam akoma me themat e vlagën dhe emocionet e vendit ngjarjes. Pata fat jem shpejt në vendin e ngjarjes, edhe për shkak se policia kishte krijuar postbllogje larg nga vendi i ngjarjes dhe i pengonte mediat, kështu që mendimin e një eksperti dhe një qytetari, i cili në fakt me sa mora vesh ishte njeriu që do mbikëqyrte kamerat e montuara brenda miteve të blinduara, edhe më krijoi mundësinë që të jem shumë shpejt në vendin e ngjarjes për ta shikoj. Pa u bërë akoma ajo rrëmuj e zakonshme që bëhet në një vend ngjarje, që vinë ekspertët e policisë, e prokurisë. Në 11:30? Dhe nuk do të, sepse kjo orari është një gjë që është fiksuar nga kamerat dhe nuk dua që të luhatem me 10 minuta apo me çerkore, por do të them, ndryshe nga ngjarjet e tjera, kjo ngjarje ka një avantazh më të madh se të tjera. Çfarë ka? Kjo është një ngjarje e filmuar tashmë. Nëse ngjarjet e tjera ne mundoheshim ta krijonim në bazë të provave në vendin e ngjarjes, të dinamikës së lëvizjes, dinamikës krimit, të radhë kemi fatin e madh që ta shikojmë dhe live si ka ndodhur grabitja. E filmuar nga njerëzit, kjo është sigurisht mes të ditës. Kjo është e filmuar nga qytetarët, besoj në pamje jepet mënyra si ka ndodhur grabitja. Nëse shikoni, ky është automjeti i parë, kanë qenë dy automjete të një kompanie private. Kompania private, me sa kam marrë vesh, shumë bëhet fjalë për një kompani private, cila kompani private sigurie, pra Jaguar, në mos gaboj për emrin, sepse makina nuk ishin logo. Të dy automjetet kanë qenë pothuaj një lloj, promocion ishin identike, automjetet transportuese të vlerave të mëdha monetare, sepse bëhet fjalë për vlera të mëdha monetare. Dhe ajo shifra që çdo që në fillim, pra çdo një shifër prej mbi 100.000 euro, është shumë herë më e vogël nga ajo që është ndodhur vërtet. Do të kemi parasysh që të gjitha lëvizjet që bëhen nga bankat e nivelit 2 në drejtim të aeroportit të Rinasit, me destinacion final Austrinë, sepse aty shkojnë këto para, janë gjithmonë ngarkesa që e kalojnë mbi 1 milion euro, dhe prandaj shkojnë këto depozita atje, sepse janë depozita kryesisht në valutë, në euro, në dollar, në pound, në franga, pra nuk janë para shqiptare, janë valutë, të cilat bankat e nivelit 2 i depozitojnë jashtë shtetit. Janë kursimet shqiptarëve, të cilat depozitojnë jashtë shtetit. Dhe kjo është grabitja e 4 në radhë që ndodh nga dera e një banke të nivelit 2 deri në aeroportin e Rinasit. Por në të njëjtin vend është e dyta rresht, pra sepse njëra, po nëse e kujtoni, grabitja e parë të stacionit treni ndodhi brenda ambienteve domethënë sa dilje nga banka në tunelin që shkojnë garazhin e bankës. Grabitja tjetër ndodhi po ku ka ndodhur dhe kjo e sotme. Grabitja e tretë ka qenë ajo që ndodhi e qershorit, 3 qershorit vit kaluar në aeroportin e Rinasit, pra brenda në aeroport, dhe kjo është grabitja e katërt. Pra po të shikojnë të katërta këto grabitje kanë pothuaj të njëjtën skenë, janë identike. Autorët mbas grabitjes, shumë pak kohë mbas grabitjes, mbas 30 minuta ose një orë, djegin automjetet. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në ngjarjet e mëparshme. Pra djegin automjetet në rastin e sotëm, në vija ajrore nga vendi i ngjarjes automjetet nuk ishin më shumë se 1 kilometër, madje edhe më pak. Po në vija ajrore, dhe ajo që bën përshtypje është që në momentin e parë, paktën atë që unë komunikova me drejtuesin e policisë që ndodheshin në vendin e ngjarjes, nuk e kishin të saktë sepse kishte 2 drejtime nga mund të shkojnë në vendin ku ndodheshin automjetet e djegura. Dhe nga pamjet që besoj, dhe këto do t'i përdor pa diskutim grupit timor, pamjet që ne kemi publikuar dhe mediat po publikojnë, pra gjë që e ndihmon së tepër në grupin e timit, dhe nga drejtimi që ka automjeti grabitësve dëshmon që ai ka mbërritur në vendin e ngjarjes, pra unë tashmë që kam parasysh vendi ku ndodhi grabitja dhe ku u gjendën makinat, kam parasysh dhe drejtimi nga ata kanë shkuar atje. Ata kanë bërë një lëvizje të dyfish. Çfarë kanë bërë? Nëse marrim me qenë që jemi në krahun e djathtë të autostradës. Pra, ata kanë dalë nga autostrada në krahun e djathtë, kanë ecur diku tek 1 kilometër ose pak më shumë se 1 kilometër, kanë ndjekur makinat, kanë marrë makinat e tjera dhe janë futur prapë në autostradë,
janë rifutur në autostradë dhe kanë kaluar në krahun e majt. Pra, në qoftë se në fillimisht helikopteri i policisë dhe mjetet e policisë kanë kontrolluar në zonën e Prezës, fushprezës, pra në drejtimin e Vorës apo në drejtimin e fushkrujës, pamjet që unë kam dërguar, besoj 30 minuta më parë të helikopterit që u rinis prapë, që filloi kërkimin, në momentin që unë kam qenë aty, helikopteri ka kontrolluar në zonën në perifit të Tiranës, kryesisht në zonën e Domës. Përpara se të mbërrim këtu, për ta marrë në kronologji, dinamika e ngjarjes si ka ndodhur? Është fiks je njohur me dëshminë e policit privat që ka dhënë apo jo? Është e njëjta skem që pra kanë qenë automjete duke ecur me 50 metër distancë, është foristrada që parakalon dhe përplas blindin e parë. Mund të na e përshkruash shpejt? Atëherë, skema, dinamika e krimit është e tillë. 2 automjetet e kompanisë private që po transportonin vlerat e mëdha monetare kanë qenë duke lëvizur në aksin Qafe-Kasharit-Rinas. Që në qafën e Kasharit, pra gjithë e kanë parasysh mbi kalimin, që në qafën e Kasharit, policë privat kanë vënë re një makinë që u qëndronte afër dhe ishte nga mbrapa. Pra e kanë vënë re që është një automjet që po qëndron nga mbrapa, e cila nuk parakalonte, po qëndronte gjatë se kohë ka qenë mbrapa tyre. Nga momenti që policët e kanë vënë re, deri momentin kur është bërë goditja, në vit të drejtë do të jetë diku te 2 kilometra më shumë. Dhe në momentin që kanë ardhur pra kthesës Laknasit, të 2 automjetet e grabicëve kanë parakaluar, kanë bërë shenjë me drita, me projektor, kanë parakaluar në krahun e majt makinat e kompanisë private dhe të dyja janë vendosur paralel, 2 makinat e grabicëve me 2 makinat e bankës. Dhe në të njëjtën kohë, dhe ky është me të vërtetë në rakordimi ka qenë i jashtëzakonshëm, dhe prandaj i them që kemi të bëjmë një grup të jo thjesht të strukturuar, madje duket veprime që vetëm skuadrat e operacioneve speciale janë në gjendje të kryejnë lëvizje kaq perfekte dhe kaq të koordinuara. Në të njëjtën kohë, makina e parë, Foristrada, ka goditur në krahun e shoferit, në krahun e drejtuesit mjetit, mjetin e blinduar dhe e ka detyruar atë të ndalojë. Ndërkohë, të 2 mjetet e bankës e kishin ulur shpejtësinë sepse kishin marrë shenjë me drita që dikush kërkon t'i parakalojë dhe prandaj ato kishin ulur shpejtësinë. Meqense aty rruga është pak e ngushtë dhe nëse të vjen një automjet përballë rrezikon të aksidentohesh. Atëherë çfarë kanë bërë? Të 2 automjetet e grabicëve, e para ka goditur makinën e parë dhe ka ndaluar, e dyta i ka prerë rrugën, i ka bërë diagonal, i ka prerë rrugën makinës dytë. Dhe masi është goditur makina e parë, pra makina që ne kemi parë në pamje, Foristrada e grabicëve ka bërë një rrotullim, pra ka bërë një kthes dhe është rikthyer pra me drejtimin për nga Qafa e Kasharit, pra nga drejtimi i Rinasit është kthyer për në krahun e kundërt. Ndërkohë, parat kanë qenë përqendruar tek makina e parë? Atëherë, dyshimet janë që pjesa dërmuese e parave ka qenë te makina e parë, ose më saktë parat kanë qenë te makina e parë. Sepse kështu është procedura, ka një makinë transporti dhe një makinë mbështetëse. Dhe makina e parë dyshohet që ka pasur vlerat monetare. Por problemi është që në makinën e parë ka patur vetëm 2 punonjës policie. Në makinën e dytë kanë qenë 3 policë privat. Në makinën e dytë kanë qenë 3 policë. Por në vendin e ngjarjes çfarë pash? Pash edhe në makinën e dytë, dhe e kam nxjerrë dhe e kam dërguar edhe në pamjet e pashme që kanë ardhur newsit, kam nxjerrë disa arka të cilat unë i kam parë herë tjetër dhe ato janë arka të bankave, nuk janë arka që i përdor policia private. Ato arka, nëse i pa të gjitha, ishin të hapura, ishin bosh brenda, kishin numra të rakor, kishin domethënë 2 gërma dhe numrin mbrapa, një numër me 3 pra që shkote njëri më duke kishte 724 nga ato numra, tjetri më duke ishte 360, pra që do të thotë që ato nuk ishin arka që i përdor policia private. Se çfarë kanë patur brenda? Edhe policia private nuk ishin gjendje të ta thoshin se çfarë kishin bërë, kishte vlera monetare, mund të kishte monedha dhe nuk është çudi që ke patur dhe monedha të metaleve të çmuara, përfshi monedha ari dhe monedha flori, por mund të kenë qenë janë këto që shohim apo jo? Sigurisht, por mund të kenë qenë edhe dhe bizhu. Nuk e di. Kjo është një gjë që duhet parë dhe kjo është një gjë që verifikohet nga protokolli i ngarkesës. Policët privat që transportojnë ngarkesën nuk e din eksaktësisht çfarë ka ngarkesa. Ngarkesën e di banka që e ka nisur dhe prici në Rinas. Pra, sa është sasi e saktë, po duke nisur nga të gjitha rastet e mëparshme, që minimumi kanë qenë 2 milion euro dhe pasi ka shkuar 2 milionë gjys, 3 milion, marrë në total të gjitha llojet e valutave, se thash janë disa lloje, ka patur euro, pound, ka patur franga dhe ka patur dollar. Pra në total këto lloj ngarkesash dhe bankat i bëjnë të tilla që sepse e kanë pothuajse rutinë
të veprim, ngarkesa që janë mbi 1 milion euro, zakonisht, dhe shkojnë deri në 3 ose 4 milion euro. Patur parasysh këtë gjë, dyshimi është i tillë, por kjo është një gjë fare kollaj që verifikohet kur të hapet dhe të kontrollohet protokolli i ngarkesës, ku aty është specifikuar sakt çfarë ka patur ngarkesa. Tani në momentin që janë kryqëzuar makinat, pra që janë goditur dhe grabicit kanë qelluar, në vendin e ngjarjes kishte jashtëzakonisht predha. Unë kështu gjoja. Kisha kohë pa parë një vend ngjarje me kaq shumë gjoja. Pra aty mund të kishte me 10 mbase dhe 100 gjoja të qitura nga armë Kalashnikov. Gjë që armë automatike, gjë që dëshmon që ka patur një intensitet të lartë zjarri. Ka patur të shtëna në ajër, sipas dëshmive, ka patur dhe të shtëna direkte. Automjetet, xhamat e të dy automjeteve të blinduara të bankës kishin në sipër predha të qitura nga armë automatike. Dhe për fat keq kjo dëshmonte, dhe kjo është një detaj shumë i rëndësishëm që ndalemi pak te. Ne kemi bërë apel me 10 herë këtu, sepse kemi komentuar dhe ngjarjet e mëparshme që së pari bankat vërtet i kanë të siguruara, dhe kjo shumë që është grabitur sot, bankat nuk kanë humbur gjë, sepse janë të siguruara, por nga ana tjetër cënohet imazhi, renditja e siguria e vendit dhe po ashtu policit private që marrin përsipër të kryejnë aktivitete të tilla duhet të përmbushin disa standarde të cilat me ato që pash në vendin e ngjarjes nuk i parafroheshin as minimumit. Së pari, 2 mjetet nuk ishin blinduar. Pse s'ishin blinduara? Sepse fara po ishin. Po nuk ishin të blinduara, se shiko, 1 mjet i blinduar presupozon që të mbajë armë automatike, jo armë pistoletat, kalibrit ulët. Është Kalashnikov nga afër. Dhe Kalashnikov, po mjeti blinduar do të thotë të mbaj Kalashnikovin, jo të mbaj, sepse gjerësisht dihet që në Shqipëri arma më e përhapur është Kalashnikov. Pra, dhe në momentin që ajo nuk mban Kalashnikovin, është një makinë çfarëdo. Atëherë, në qoftë se predhat e Kalashnikovit hynë në xhamin e parë çoferit dhe dalin në xhamin e pasagjerit, atëherë kjo dëshmon që ajo nuk i plotson kushtet për qenë një mjet i blinduar, po sigurisht pra. Dhe fati i madh dhe e theksoj këtë me forcë që në këtë vend ngjarje nuk ka patur viktima dhe nuk ka patur viktima, po këtu nuk është që këtu duhet sikur mund të jetë dhe nuk ka patur viktima, është një xham i përforcuar për të mbajtur fyshek kalibrit vogël. Pra ta pistoletave Beretta ose automatikëve Scorpion ose Beretta, që janë automatik me fuqi të vogël shpuse, me fuqi të vogël, kurse Kalashnikov që ka fuqi 1500 metra, pra në atë distancë të bën cop. Dhe blindi duhet për të përballuar Kalashnikovin, jo për të përballuar armë të lehta. Dhe në rastin konkret, një blind, pra, që presupozohet të jetë mjet i blinduar, kur i cënohet drejtuesi i mjetit, atëherë ai nuk është më mjet i blinduar. Tjetra, blindit ishte çfarë, njëra nga gomat ishte e rënë, ishte e çarë, që do të thotë armët e zjarrit, ja nëse shikonin pamje, ky është mjeti, armët e zjarrit në mjetet e blinduara nuk e dëmtojnë gomën. Nëse keni parë mjetet që përdor zakonisht rëndom rënea apo mjetet që kanë qytetar privat, mjetet blinduara, nga gjëra më të sigurta kanë xhamat që mbrojnë shoferin, edhe gomat që janë goma, quhen goma mishi, po që janë goma të cilat i rezistojnë plumave të qitura nga arma automatike. Dhe ka një detaj tjetër, që mos harroj, e kemi nxjerrë edhe në pamje, të dyja makinat e policisë private kanë qenë të pajisura me kamera sigurie, por kamerat nuk transmetonin filmime, kamerat e kanë serverin brenda. E kanë të instaluar brenda në mjet. Dhe një kamerë ndodhet brenda mjetit dhe një kamerë ndodhet në krahun e pasagjerit sipër, pra për të filmuar pjesën e jashtme. Mjetin e dytë që pa shumë, dhe besoj regjia mund na ndihmojë ta japim pamje, e ka kamerën në krahun e djathtë, por ka të drejtuar lart. Uroj që drejtimi i lartë jetë bërë nga ekspertët dhe të mos jetë bërë, megjithëse unë thash mrita shumë shpejt në vendin e ngjarjes, dhe të mos jetë bërë nga policët private. Nëse ata i kanë patur kamerat e drejtuara lart dhe nuk kanë kapur filmim, ose ka dhe një problem tjetër. Kamerat nuk transmetojnë 24 orë, por ato transmetojnë edhe filmojnë kur ato ndizen nga grupi shoqërimit dhe fiken po nga grupi shoqërimit. Ja ku e keni të pozicionuar kamerën, pra mbi krahun e pasagjerit lart dhe drejtimi i asaj kamere është lart. Pra, në rast se kamerat nuk kanë qenë të ndezura, ato nuk kanë filmuar.
Dhe serverin, personi që erdhi i mori kamerat, ishte një kompani, edhe ai ishte një kompani tjetër private, besoj do t'ja vënë në dispozicion sa më shpejt jetë e mundur policisë. Po, edhe diçka për gjithë ata që na ndjekin. Në momentin, gjithmonë sipas dëshmisë polisit privat, në momentin që kanë mbetur të bllokuar edhe nga automjeti, janë detyruar të shtrihen për tokë, apo jo, në momentin që nisi edhe zjarri, vetë punojësit e policisë private janë të pajisur me armë, apo jo? Atëherë vim në një pikë tjetër. Duhet keni parasysh që në një rast të tillë vendos shumë befasia. Pra ajo është një prit. Dhe në atë prit befasia është shumë determinuese. Kanë qenë 5 policë privat dhe minimalisht, kam thënë në lidhjen e parë, duhet të jenë 4, unë nuk e kisha parë filmimin ende, pra filmimi që ai qytetari e ka realizuar atje dhe unë gjerasin ta përgëzoj, sepse ai na jep dhe një mundësi që ne ta shohim ngjarjen. Pra, policët privat kanë qenë 5, minimalisht grabicit kanë qenë 4 deri në 7. Nga të dhënat e fundit që kanë marrë më thonë që kanë qenë 5. Pra kur befasin e kanë, ai që ka befasin ka dhe shanset më të mëdha të ketë sukses në operacion. Kjo është e para. E dyta, mjetet e policisë private nuk plotësonin kushte për të qenë mjete blinduara. Pra, nuk janë mjete të cilat i rezistojnë një sulmi me armë zjarri. Ato nuk i kanë rezistuar sulmit me armë automatike. Dhe kjo është defekti i dytë dhe është gjëja e dytë që i penalizon policët privat. E treta, policët private, kam thënë edhe herë tjetër, nuk janë forcë speciale, nuk janë të trajnuar për të përballuar sulme të tilla. Dhe e fundit, nuk janë të motivuar, nuk janë të paguar për të përballuar gjëra të tilla. Pra, policë privat që paguhen me një rrogë minimale, që mund të shkojë deri në 300.000 lekë të vjetra, e kuptoni çfarë motivacioni mund të ketë ai? Ja po them në rastin konkret, nëse këta e kanë 400, po unë s'di ta kanë 400. Nëse këta e kanë 400, çfarë motivi ka një policë privat të rrezikojë jetën e vet kur paguhet me 200 apo 300 euro dhe po transporton 3 milionë euro? Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një gjë tjetër dhe unë e kam bërë apel dhe herë tjera këtu në këtë studio kur ka patur grabitje. Si është e mundur që policisë shtetit kur transportonte me mjete shumë të vjetra, me Ford apo me Fiat Ducat, në për qaf mali apo qaf shlaku, transportonte me miliarda lek, që ishin rrogat dhe pensionet, dhe nuk e grabisin policin e shtetit. Si është e mundur? Sepse polici i shtetit të vriste. Polici i shtetit ishte i motivuar të rezistonte, sepse ajo njësi e policisë shtetit që ka bërë transportin e parave, ka qenë specializuar. Nuk është grabit asnjëherë policia në udhëtim duke transportuar para, por është grabit ose masisht dorëzuar në bank, ose duke dalë nga bank. Dhe ky është një rast tjetër që dëshmon edhe një herë që policia e shtetit e ka kryer këtë aktivitet dhe më përpara me shumë më pak kosto, me tepër cilësi dhe devocion. Dhe pa qenë dhe jo më të grabitej po them nuk është grabitur në qaf malit duke transportuar për Kukës apo Tropoj. Jo më të grabitej në Rinas. Dhe tani ngelet që çdo shtyll nga qafe Kasharit në Rinas të pajisen me kamera që ne ta kemi dhe ta monitorojmë ngjarjen. Do të theksoj një gjë tjetër, këtë planin që ke parus para, nëse E shohim pak këtë dhe komentojmë sepse këtu duket edhe një makinë mes dy makinave të bardha, pra të parave, është dhe një makinë e tretë, e cila gjithashtu është e vendosur në mes. Po, është e vendosur në mes. Kjo është e grabicëve. Mund të jetë një makinë pasagerësh kjo, por që nuk duket më në Shiko, ajo është me sa shoh aty është një makinë Audi. Besoj jo e grabicës, se grabicët i kanë marrë makinat dhe nuk është normale që grabicët i linin makinat aty sepse ata e kanë planifikuar. Kanë ikur me dyja makinat. Pra, ata i kanë grabitur makinat, kanë përdorur targa falso, i kanë djegur dhe besoj që edhe makinat e tjera që janë larguar nga vendi i ngjarjes, po ashtu janë të djegur. Por nga ajo që shoh aty dhe ka fakti që ajo makinë nuk gjendej më vonë aty, do thotë që ajo mund të ketë qenë makinë e një qytetari masë të zakonshëm, shoh Atëherë, për ta saktuar, cilat janë dy makinat e djegura? Dy makinat e djegura janë dy automjetet që kanë përdorur grabicit. Është Foristrada e Zez, nëse keni parë, dhe është një tjetër më mbrapa. Unë nga pamjet nuk kam qenë në gjendje të lloj qartë nëse është një autovetur. Ja tek janë makinat e djegura. Po, e dyta, pra njëri është Foristrat Jeep, sepse keni parasysh ato kanë rënë për shkak se janë djegur goma dhe njëra e para është Foristrat, edhe e dyta është një makinë më e shkurtër. Po kjo është makina që ka ndërprerë makinën e dytë në automjetin e dytë të blinduar. Të dytin. Dhe edhe ajo duket në pamje të parë që është një Foristradë e shkurtër. Me sa e kuptoj, është një Foristradë e shkurtër, e para është më e gjatë, është më masive. Pra, grabicit kanë operuar me dy Foristrada sepse rruga që ata kanë ndjekur për të dalë nga rruga asfaltuar është një rrugë e pashtruar.
Pra është një rrugë që me vetur edhe mund të mbeteshe. Fakti që ata kanë çuar në atë vend dhe u kanë vënë zjarrin, pra dhe zjarri vihet për një qëllim, që të zhduki çdo gjurmë gjishtash, gjurmë ADN-je, pra mund të kenë mbetur njolla bështyme, mund të kenë ngelur fije floku, mund të kenë ngelur fije të uniformave që kanë veshur grabicit dhe zjarri zhduk çdo gjurmë nga ato mjet. Pra, gjurmët e gishtave. Ishte edhe pak gjak, shenja gjaku tek automjetit. Te automjetet tek automjetet e bankës ka patur shenjë gjaku, por nga informacioni që kam unë dhe aq sa u interesova, nuk ka patur dëmtime dhe e theksoj edhe një herë, kjo është gjëja kryesore, për mua jeta e njeriu vlen më shumë se çdo gjë tjetër, dhe fati i madh, dhe kjo do të thotë dhe ky detaj shumë i rëndësishëm për të dëshmuar se sa të specializuar janë grabicit, sepse po të krahasoni të katërta grabitjet janë kujdesur që të mos shkaktojnë viktima në njerëz. E qartë, po unë këtu duhet të qëndroj pak tani, sepse ju tha që janë 4 grabitje afërsisht njësoj, sidomos 2 të fundit. Jo afërsisht, po janë pothuajse një janë. 2 të fundit, skema është e njëjtë. Thuajse 90% Në të 4 grabitjet është e njëjtë. Atëherë, kur flasim për një grup mëse të strukturuar kriminal, si do të guxonte një grup i strukturuar kriminal të vepronte në të njëjtën mënyrë, por nga ana e befasisë flasë, sepse edhe nga ana e pikasjes nga autoritetet është. Sepse ky grup ka vënë re. Në të 3 rastet e mëparshme, jo vetëm ka patur sukses, por ka vënë re që nga hetimet e policisë dhe prokurorisë nuk ka patur ndjesinë që po identifikohej. Keni parasysh, në fillim u diskutua që këtë mund ta ketë bërë, atëherë flitej shumë për Shullazin dhe banda e Shullazit. Shullazi tashmë është në burg, pra s'është Shullazi. Nëse do ishte Shullazi, domethënë kjo nuk do ndodhte. Dhe ta bëj edhe një fjali tjetër. Pra, është akuzuar Shullazi herë të tjera. Ja pra që ka Shullazi është arrestuar dhe është në burg. Pra që ka një grup tjetër, që ka një grup i cili e njeh mirë zonën, ndërhyn aty, ka patur sukses dhe herë tjetër, dhe sidomos ka informacionin e saktë, jo thjesht për lëvizjen e mjeteve për shumën që ndodhet brenda, po ka informacionin e saktë që hetimet e prokurorisë dhe policisë janë larg identifikimit të tyre. Po dhe kur flasim që është një ngjarje që ka një avantazh që është e filmuar, kjo ndihmon tani? Shiko, filmimi e ndihmon shumë policin për të krijuar një identikit mbi autorit. Është shumë e rëndësishme në të dhënat, domethënë, për masat e autorit, sa të gjatë janë trup mbushur, janë të dobët, është i shkurtër, këto janë të dhëna që ndihmojnë për të krijuar një profil. Pastaj dëshmitë e policëve, nëse policët kanë fiksuar nga afër elemente të tjerë, mund të krijojnë një të dhënë tjetër. Por pak a shumë policia e shtetit ka një database me të dhënat fizike të elementeve kriminal të cilët operojnë në ngjarje të tilla. Dhe duke përshtatur të dhënat që vinë nga pamjet, me deklarimet e dëshmitarëve okular të ngjarjes, përfshirë dhe policët, mund të arrish një identikit të përafërt me autorin e grabitjes. Mund ta shohim një nga ato videot ku vrapojnë rojet, ta dëgjojmë me zë sepse ka disa batuta që thuhen atje, ndërkohë që vrapohet. Patrulla ishte aty, patrulla! Se i merë shteti veta! Patrulla ishte aty, vetë shteti dëgjohet. Është e qartë batuta. Nëse shikoni janë 5 policë privat. I merr vetë shteti këta. Pra numri që na është dhënë që janë 5, duket në pamje qartë që janë 5. Deklarata, tensioni që kanë patur, terrori që kanë përjetuar këta 5 policë privat, thash trajnimi i tyre që mungon, dhe kur ai thot patrulla, pra patrulla që lëviz zakonisht edhe besoj të gjithë e kanë parasysh, kush ka shkuar në Rinas, ka gjithmonë një patrullë të policisë së qarkullimit rrugor. Dhe patrullat e policisë së qarkullimit rrugor dhe patrullat e zakonshme që operojnë në qytet, pra grupeve të gatshme ose të komisariateve, janë të instruktuara. Në rast se kanë të bëjnë me një grup personash i cili është në numër më i madh se ata, duhet ta mbajnë në vëzhgim, të mbajnë distancë, të informojnë, po jo të afrohen. Sepse ai grup i strukturuar, në rast se një patrull me 2 apo 3 policë qarkullimi do të afrohej, policët ishin të vdekur. Pra, me atë intensitet zjarri që është hapur aty, me atë lloj armatimi që kanë patur ata, unë kam dyshimin që aty mund të jenë përdorur edhe fyshek blindshpus, Kallashnikovi ka edhe fyshek blindshpus, të cilët gjeten lirisht në treg. Pra, mund të kenë bardhë edhe fyshek blindshpus dhe mund të kenë depërtuar në xhama. Kot një dyshim i mirë, sepse unë nuk e kam bërë ekspertizën balistike akoma të gëzohet gjetur aty. Por fakti që policët e kanë vënë re që patrulla dhe bërtasin, patrulla ishte aty, policë privat, pra ajo është një patrullë qarkullimi. Ajo patrullë mund të njoftojë
mund të njoftoj që të vinë përforcime, por ajo nuk mund të ndërhyjë, rasti tipik Parusa nëse kujtoni grabitjen që ka ndodhur në Hollywood. Mbani mend 2 grabitjet me mitroloz dhe e gjithë policia e Hollywoodit aty që është bërë shosh nga plumat e tyre, vetëm se këta kishin armë të lehta dhe grabitësit përdorin armë të rënda. Dhe në rastin konkret është e njëjta gjë. Pa diskutim që policia jo vetëm ka patur patrull aty, po patrull që ndron edhe në Qafkashar, lëviz në aksin nga mbikalimi i Kamzës deri tek qafe Kasharit, gjithmonë ka patrull, dhe pa ashtu patrull ka dhe në afërsitë e Rinasit. Komisariati i Rinasit ka gjithmonë një grup të gatshëm, prandaj policia aty ka ardhur shpejt në vendin e ngjarjes. Por distancat që kanë zgjedhur grabicit për të larguar nga vendi i ngjarjes, pra për të dalë në rruga kryesore, nuk ka qenë më larg se 100 ose 200 metra. Ata kanë bërë vetëm 200 metra asfalt dhe kanë dalë me herë në kratë të djathtë dhe kanë humbur gjurmën. Sa shanse ka policia tani të mbledh provat mjaftueshme, duke qenë se ka qenë një sulm shumë i përgatitur, janë kujdesur që mos lënë shenja, kanë humbur gjurmët nga kanë ikur dhe ku ndodhen? Atëherë, do të kemi parasysh në krahasuar me 3 ngjarjet e tjera, kjo ngjarje ka më shumë element dhe prova për të identifikuar autorët. Sepse ndërhyrja është bërë më shpejt, policia ka ardhur më shpejt në vendin e ngjarjes, qytetarët kanë filmuar, helikopteri, si thash, po kërkon, unë erdha dhe pash të rrethuar të gjithë zonën e periferisë së kryeqytetit në krahun e djathtë autostradës shkon për Durrës, pra ishin të përqendruar rreth rrotull rrugë kalimeve që të çojnë në Domje, në zonën e Domjes dhe në zonën e Valiesit, pra isha i drejtimi që çon për Kamës, por përqendrimi i forcave policore që pash ishte aty. Ndërkohë shërbimi informativ kishte prezencë të madhe të inspektorëve të tij në terren dhe ato që pash aty, pra kishte një dublim të agjensive pra të gjurmimit në këtë zonë, dhe ndërkohë helikopteri ka qenë duke mbikëqyrur dhe duke fluturuar, ku ka operuar? duke operuar në atë zonë. Do të keni parasysh që Çfarë bën helikopteri në këtë rast? Helikopteri ndjek nga ajri informacionet e dyshimta që i vijnë nga toka. Pra helikopterit i thuhet që një mjet i tillë, një mjet foristrad me ngjyrë të errët, po lëviz në drejtim të X fshati. Dhe helikopteri mundohet nga lart me sy të lirë, se nuk ka radar. Në rast se kanë indicje me çfarë mjeti janë larguar pas se në qoftë se helikopteri nuk ka indicje, kërkimi i tij është kot. Por në rast se helikopteri ka indicje, ai shkon më shpejt se çdo mjet tjetër dhe është në gjendje të gjurmojë. Fakti që dhe ky është filmimi që po na jep regjia, ky në këtë rast helikopteri është ngritur diku rreth orës 16 dhe është ngritur pasi erdhi një informacion që ka lëvizje në këtë drejtim, ka marrë drejtues policisë kriminale dhe me ta ka bërë një rrotullim dhe menjëherë ka kontrolluar në këtë zonë. Pra fakti që është kontrolluar në atë zonë, do të thotë që autorët nuk janë larguar larg dhe logjika të çon në këtë përfundim. Pra, policia ka informacione. Që një grup i strukturuar mirë e di që kur ndodh një grabitje nuk ka nevojë të largohesh shumë nga vendi i ngjarjes. Mjafton të kamuflohesh mirë dhe të humbësh gjurmët. Kështu që në rastin konkret, nëse qytetarët, dhe unë bëj apel çdo qytetari të Shqipërisë që ka ndjekur sot të ngjarje të rëndë, për çdo person të dyshim që kanë parë, duhet ta informojnë policinë e shtetit, duhet të informojnë dhe agjencitë e tjera të ligjit në rast se nuk arrin dot të komunikojnë me policinë. Për çdo person të dyshim, për çdo lëvizje të dyshim, sepse autorët nuk janë larguar nga vendi i ngjarjes, nuk janë larguar për mendimin tim më shumë se 15-20 kilometra. Janë aty, pra janë aty dhe herët e tjera kanë qenë aty. Makinat janë ndjekur shumë afër vendit të ngjarjes në të gjitha rastet. Dhe nuk ka vend më të mirë për të fshehur se sa rrethinat e Tiranës, sepse janë zona krejt informale që ne nuk e dimë dhe sot kush banon aty, kush është aty, kush qëndron aty. Dhe shansi që pyetja që më bëre pak më parë, sa shanse ka policia që t'i kapi, shanset e policisë varen 1 nga provat e lëna në vendin e ngjarjes, 2 nga informacioni që japin informatorët e policisë, ata që paguan, dhe qytetarët, që janë shumë të rëndësishëm për mua, dhe e treta varet nga gabimi që mund të kenë bërë grabitësit. Fakti që në 3 ngjarjet e para ata kanë gabuar shumë pak, por mos as pak, të bën të dyshosh që ata janë skrupulozë dhe është e vështirë që të kenë gabuar edhe në këtë radhë. Por në rast se kjo ngjarje, dhe këta e kam thënë dhe për ngjarje tjera, Parusa kemi qenë këtu dhe për fat keq na ka dalë parashikimi. Në rast se kjo ngjarje nuk zbardhet brenda 24 orëve, pra do të jetë shumë e vështirë pastaj për të shkuar te autori. Grabitjen e kaluar, por që në fakt asnjëri që nga vrasja e Lirit Santo
Dhe është kjo zonë ku zhduken Ka dhe një- gjurmët, ka dhe një gjithmonë, detaj tjetër. Nga domjet duke ecur edhe pak më tutje në drejtim fushkues, në këtë zonë ndiqen zhduken gjurmët. Po mirë, Artanota, kur ne Digjen themi makina? që janë të lokalizuar apo nuk janë larguar më tepër se 15 km apo 20 km, me kërkime intensive, me operacionet e vetë policisë shtetit, nuk mund të jenë rezultativ në këtë pjesë? Thashë herë varet policia, varet shkalla e gabueshmërisë, varet shumë nga informacioni. autorëve, Është dyshuar më në momentin që është shiko, filmuar gjithçka. është dyshuar më përpara që një nga grupet e dyshuara që bënte grabitjen aty, u dyshuar për grupin e Niklës. Edhe grupi Niklës para 2 javësh, 3 javësh ju e keni dhënë këtu që është 11 pjesëtarë të atij grupi janë të arrestuar. Pra, disa nga grupet potenciale për të kryer Nuk janë grabitje të tilla, pra si grupi i Shullazit që është në Burg, edhe grupi i Niklës është këta janë dy grupe që operonin dhe ishin afër, janë në Burg. Pra, policia është duke përjashtuar një nga një për të shkuar të autorët. Tani, a ka përgjegjësi policia për grabitjen që ka ndodhur? Për mua policia ka përgjegjësi që pse gjithë këto kohë nuk arriti të zbulojë ngjarjet e mëparshme për të parandaluar këtë që ndodhi sot, dhe së dyti në momentin që ka ndodhur ngjarja e mbrapa, përgjegjësia e policisë është të gjejë autorët. Pjesa tjetër, ku qëndron përgjegjësia e policisë për mua, nuk duhet lejoj më pavarësisht kush është banka dhe kush politikan e mbështet atë lloj banke, qeveritar, kryeministër apo ministra drejtë me të birë. Nuk duhet lejoj më asnjë bankë të qarkullojë sasi të mëdha parash me mjete të tilla me makina kartoni, që ishin një lloj me makinat e televizionit. Dhe po them një detaj tjetër, që nuk është dhe policia duhet ta verifikojë, sepse unë e kam verifikuar vetë, që bankat lëvizin, sidomos kur çojnë depozita në rrethe, kompani private të sigurisë për të mos shpenzuar sasi të mëdha parash, pra mjete dhe dieta për policët e vet, nga dera e bankës deri në periferit kryeqytetit shkojnë me eskort. Pra mjeti blinduar me 2 vetura. Në periferit Tiranës vazhdon vetëm mjeti blinduar dhe mjetet e tjera kthehen mbrapsht. Por mos thënë që ka mjete shoqëruese të para 30 viteve si Benza 190 apo 220 që domethënë makina që kanë 30 vjet që janë prodhuar dhe nuk mundet ajo makinë të jetë eskort për të shoqëruar sasi të mëdha. Dhe mos harroni edhe gjë tjetër, që policitë private, pra kanë një efektiv prej 9000 policësh në Shqipëri. Policia e shtetit ka 11.000 policë, policitë private kanë 9.000. Janë gati sa policia e shtetit. Edhe një pyetje e fundit, sepse jemi në fund dhe duhet kalojmë linjën, në bazë të eksperiencës, në bazë të vëzhgimit gjitha situatave apo investigimit, mendon se do të kemi zhvillime në këtë 24 orësh përpara? Tash edhe një herë në dallim nga ngjarjet e tjera, në këtë ngjarje kam shumë element për të shkuar tek autorët. Dhe kjo t'jep shpresë që policia ka më shumë shans se herët e tjera. Por, nëse si thash më parë, ky është një veprim i koordinuar, i njëjtë me ato që kryejnë forca speciale gjatë stërvitjes, unë uroj që mos jem dhe ish efektiv të forcave speciale ose forcave komando, uroj të mos jetë e tillë, sepse nëse do të jetë e tillë është shumë e rëndë, por mënyra se si është vepruar, saktësia, shpejtësia, koha mjaft e kronometruar e goditjes dëshmon që kemi të bëjmë me një strukturë shumë të profilizuar, shumë profesionale, po thuaj e njëjtë edhe me atë që ka bërë rrëmbimet e atyre qytetarëve që më pas janë gjetur të vrarë apo të ekzekutuar në periferit kryeqytetit. Artanota, faleminderit që ishe me ne në studio. Faleminderit juve. Ne kemi mbritur edhe në fund të edicionit informativ, duke ju falendëruar që na ndoqët, ju kujtojmë se në balkanweb.com mund të ndiqni lajmet e fundit, drejt për drejt atje mund të ndiqni edhe transmetimet e Radio Rash, News 24 dhe Televizoni Online, gazetën shqiptare. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirë u takofshim bashkë.